përplasje mes përfaqësuesve të Partisë Demokratike e Partisë Socialiste çojnë në pezullimin disa herë të procesit të numërimit të votave të diasporës. Për vëzhguesit e Unionet të Gazetarëve Shqiptar Profesionistë të Diasporës, gjuha e fortë verbale nga individ të veshur me pushtet ndaj punonjësve të KQZ-s pranë qendrës për votuesit nga jashtë është shprehje intimiduese ndaj punonjësve të administratës publike e qasje minuese ndaj sistemit demokratik në Shqipëri. Kjo qasje e sjellje dhunon një herësh dhe votën e dhjetra mijëra emigrantëve që morën pjesë në këtë proces. Unioni i Gazetarëve Shqiptar Profesionistë të Diasporës me statusin e vëzhguesit si organizat media pranë KQZ-s në zgjedhjet e 11 majit 2025 informon se procesi i numërimit të votave të emigrantëve shqiptar në diasporë nisi me përplasje të fortë verbale mes përfaqësuesve të Partisë Socialiste e Partisë Demokratike. Kutia e parë e hapur me votat e diasporës ishte kutia 001 e Korçës, ku vëzhguesit e Partisë Demokratike kontestuan faktin se votat e emigrantëve nga Greqia duhet të mos numërohen, të ndahen veçma se të jetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të vendosë se çfarë do të bëhet me to. Këtë fakt e ka kundërshtuar fort përfaqësuesi i Partisë Socialiste Taulant Balla, i cili ushtroi presion verbal e ligjor e ngriti zërin ndaj drejtueses së KQZ-s pranë qendrës së votuese nga jashtë. I pranishëm në këtë debat dhe përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike e Marash Logu, i cili për vëzhguesen e Unionet të Gazetarëve Shqiptar Profesionistë të Diasporës, gazetaren Alba Kepi sqaroi. Prej ditësh tha ai, kontestojmë një çrregullim të fortë në procesin e mbërritjes së zarfeve me votën e emigrantëve të Greqisë me të dhëna e prova. Nga Greqia, tha ai, në harkun kohor 17 prill, 4 maj mbërritjen 17.000 zarfe me votat e emigrantëve, pra mesatarja 1.000 zarfe në ditë, ndërsa në periudhën kohore 5 maj, 11 maj, pra brenda 6 ditësh mbërritën në Tiranë 36.000 zarfe, pra mesatarja 6.000 zarfe në ditë. Pra është evidente që ka një anomali të fortë me dyshimin se këto thasme zarfe janë mbushur në mënyrë të parregullt. Situata e tensionuar vijoi për rreth një orë duke quar në pezullimin e numërimit të kutive të diasporës për qarkun e Korçës. Menjëherë pas çfarë ndodhi komisioneri shtetëror i KAI, Idi Rian Celibashi mbajti në ambientet e kësaj qendre një konferencë shtypi ku sqaroi se KQZ-s do të marrë një vendim ndaj zarfeve të Greqisë bazuar në respektimin e ligjit zgjedhor. Numërimi i kutive të votimit me votat e diasporës rinisi me vendimin se zarfet me votat e emigrantëve të Greqisë do të lihen vecmas e do të shërtohen në fund të procesit të numërimit në çdo qark, e vendimin ndaj tyre do ta marrin komisionet përkatëse të qendrave të votimit. Kutia e parë e numëruar me votën e diasporës, e cila realizohet për herë të parë në historinë e parlamentarizmit shqiptar, që kutia 00, një e kuksit ku Aleanca për Shqipërinë Madhështore mori 196 vota e Partia Socialiste 52 vota. Unioni i Gazetarëve Shqiptar Profesionistë të Diasporës sjell shqetësimin se sjellja e eksponentëve politik si Taulant Ballës, koordinator për diasporën për Partinë Socialiste, gjuha e fortë verbale kundër përgjegjëses së KQZ-s pranë qendrës për votuesit nga jashtë, është shprehje intimiduese ndaj punonjësve të administratës publike e qasje minuese ndaj sistemit demokratik në Shqipëri.